Me ardhjen e sezonit veror, shumë qytetarë kanë nisur të planifikojnë pushimet e tyre. Të pyetur nga Radio Televizioni Publik Shqiptar, ata shprehen preferencën për të kaluar ditët e verës pranë detit, ku Velipoja dhe Shëngjini mbeten destinacionet më të pëlqyera. Sipas tyre, infrastruktura e përmirësuar dhe rruga që lidh dy plazhet më të mëdha të veriut të vendit e ka bërë lëvizjen më të lehtë dhe më komode për pushuesit. Qytetarët vlerësojnë edhe bukuritë natyrore që ofrojnë Velipoja dhe Shëngjini. Ata shprehen se çmimet dhe kostot e pushimeve mbeten të përballueshme. Shkojmë plazh ditore. Kryesisht ku? Velipojë. Pse preferoni Velipojë? Edhe anaj Kosa Ronda, anaj shkojmë pa me ditë. Preferojmë shumë se ka jot shumë. Edhe natyra, se rana Velipojës është shumë e mirë, shumë e jodizume. Se me dalë më në jo shtetit, janë shpenzimet më tepërta, më të shoh. Edhe preferojmë Velipojën se kemi më afër. Kanë marrë prej Anglijet, është dera me shkuar në shtetin, ja 15 ditë. Ne kanë edhe fëmijë të vegjël, ujë i fillon me 10 centim, edhe shkën unë 50-60 metër, në Gjon, në Brez. Në Shëngjin. Në Shëngjin pse zgjidhni Shëngjinin? Për cilat arsye? Shumë pëlqen vendi i mirë. A ja vlen të bësh pushime në Shqipëri? Për mendimin tim po. Bregdeti i veriut vijon të mbetet një nga zgjedhjet kryesore të pushuesve, duke tërhequr çdo vit mijëra vizitorë fal kombinimit të natyrës, infrastrukturës dhe mundësive të shumta për pushime pranë detit.